diçka të 2025-s që në fakt ndoshta do duhet të jetë reflektim sepse këto betejë politike do të vazhdojnë dhe duhet të jenë edhe kritika është esenciale sidomos ndaj atyre që e kanë pushtetin, por jo me qëllimin që të hik ai, të vi unë, që të përfitoj unë. Dhe kjo e krijon atë zhgënjimin e madh dhe sidomos ajo që u vure në 2025-ën, por që ndoshta do të vazhdojë është mungesa e respektit për profesionalizmin, për dijen. Për çdo profesion këtu. Po, sepse sa herë e kemi dëgjuar frazën që ti je niveli i lartë, po duhet ta ulësh nivelin që të kuptojnë të tjerët. Kjo është tragjike sepse niveli duhet të ngrihet nga të gjithë dhe kjo ka të bëjë me sistemin arsimor, me mungesën e leximit, me mungesën e shkuarjeve në shfaqje kulturore. Pse unë dua. Shpesh ton duhet ta ulë nivelin se s'na vin publik. Jo teatri është për të mbajtur nivel. Teatri është një shkollë alternative.